por i bazuar në qasjet e fundit ndërkombëtare. Po të shikojmë reagimet e Rusisë ndaj veprimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë qenë të prera dhe të vendosura kundër, domethënë, këtyre aksioneve që kanë ndërmarrë Shtetet Bashkuar të Amerikës, sidomos në Venezuelë, por dhe në pika të tjera përfshirë dhe ndalimin e cisternës, domethënë, tregtare në Atlantikun Verior. Por nga ana tjetër, domethënë, pa bërë shumë histerira dhe të mos harrojmë që për shembull 2 marinar ose më saktë një komandant i anijes dhe kapiteni dhe zëvendësi i tij, që ishin rusë, ishin të vetëm të rusë në atë anije, u liruan brenda 24 orësh nga vetë Trumpi. Këtu mendoj që ka pasur një ndërlidhje dhe një bashkëpunim të palëve. Jo më kot edhe sot presidenti Trump deklaroi që penguesi kryesor i paqes në Ukrainë është Zelenski. Domethënë ai nganjëherë flet domethënë që është zgënjur me Putinin, tashti e ka marrë me Zelenskin. Dhe sot jam kurioz sepse zëvendësi i presidentit Putin domethënë ka deklaruar që Putini sonte do të mbajë një fjalim të rëndësishëm për çështjet ndërkombëtare. Besoj që do të ketë lidhje pikërisht me situatën në Iran. Zoti Pumo, nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po tërheqin gjithashtu personel nga bazat në lindjen e mesme, por thotë se nuk ka dhënë urdhër për sulm. A ka ndodhur ndonjëherë, Zoti Pumo, në histori që SBA të bëjë këtë lëvizje pa pasur edhe një skenar ushtarak gati? Po të gjasat janë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të godasin Iranin, ndoshta do të godasin përsëri, domethënë me pika të caktuara, dhe pastaj do të thonë që kanë qenë një ndërhyrje shkëlqyer për të demontuar akoma më tej atë potencialin nuklear të Iranit, gjithashtu një paralelizim i madh për Ayatollahut. Gjithsesi presioni i Trumpit ka prur të paktën një rezultat të vogël kur dje flitej që do të ekzekutohej një djalë i ri 26 vjeçar dhe me siguri që autoritetet iraniane janë trembur nga ky, domethënë, vrullë dhe nga ky presion i madh i ushtruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për momentin nuk e kanë ekzekutuar atë, dhe kjo do ishte vërtet një përshpejtim dhe një shkas tjetër për të aseruar situatën në lindjen e afërt dhe të mesme gjithashtu. Sigurisht që Rusia shikon me vëmendje, de facto Irani është një aleat i Rusisë, të paktën në shumë drejtime ekonomike, por dhe ushtarake, bashkëpunimi ka qenë i gjerë, por ky është një bashkëpunim, le të themi, më tepër nga halli, sepse të dyja vendet janë në saksione të shumta, të forta dhe janë të detyruar të bashkëpunojnë në një farë mënyrë me njëri tjetrin, pavarësisht nga domethënë prezenca apo jo e simpatisë për njëri tjetrin. Historikisht Rusia, Bashkimi Sovjetik ka qenë një armik për regjimin e Ayatollahëve, kjo dihet. Të kohët e fundit domethënë sigurisht që marrëdhëniet janë përmirësuar goxha, por ka ngelur dhe një diçka, domethënë një shenjë pa kënaqësie për situatën që ndodhi kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bombarduar herën e fundit së bashku me Izraelin, domethënë Iranin, dhe Rusia, sjellja e Rusisë ishte, domethënë, e vakët, le të themi, për të treguar që Rusia ka dhe interesat e veta gjeopolitike, sigurisht ka dhe hallet e veta, domethënë, për të zgjidhur, që janë përparësore dhe pastaj mund të jetë mbështetja e Iranit. Ndërkaq, Zoti Pumo, Teherani ka paralajmëruar edhe kundërgoditjen ndaj bazave amerikane në rajon nëse do të sulmohet. A do të thotë kjo se çdo sulm që do të ndodhë ndaj Iranit është automatikisht shpallje lufte rajonale? Nga njëra anë kështu ngjan, të paktën eskalimi i situatës është shumë i mundshëm, sepse sigurisht që Irani nuk është Venezuela dhe aty, domethënë, le të themi, mundësia e të tradhtimit le të themi qarku të lartë qeveritar është shumë më i vogël se sa në Venezuelë. Por nga ana tjetër edhe parakënaqësitë e popullit kanë arritur kulmin, domethënë ky regjim është bërë një pengesë për zhvillimin e vendit, për emancipimin e grave dhe për shumë gjëra të drejta të tjera. Gjithsesi në Rusi bëjnë të kuptojnë që nuk janë shumë nostalgjik për vetë, domethënë, këtë regjimin e Ayatollahëve, por janë për zgjidhjen, domethënë, nga vetë populli iranian të problemit të brendshëm iranian.
Qartë, kush e kontrollon, zoti Pumo, realisht frenën e luftës? A është vetë Washingtoni apo frika e aleatëve të tij, sepse Arabia Saudite, por edhe vendet tjera të Gjirit i kanë kërkuar Shëbaz ta shmangin ofensivën? I kanë bërë thirrje vërtet, domethënë vendet si Arabia Saudite, Kuwaiti, domethënë Bahreini, këto vende që kanë pasur edhe një impakt në të kaluarën, kanë luftuar, le të themi, me Iranin, jo vetëm ideologjikisht, por edhe në mënyrë domethënë të drejtë për drejtë kanë pasur kontradikta goxha me Iranin, po gjithsesi tashti kjo bota muslimane është bashkuar dhe domethënë në thirrja veprimet e Trumpit kuptohet që lënë për të dëshiruar për të drejtën ndërkombëtare, ajo është përdosur nga të gjitha drejtimet dhe situata në botë është e tillë që të gjithë luftojnë kundër të gjithëve. Në fakt, zoti Pumo, ashtu si tham, nuk ka konfirmim nga Pentagoni, por vlerësime të ndryshme flasin edhe për veprime brenda këtyre 24 orëve. A mund të ndodhë që ky vendim të merret pa një debat publik ndoshta, por edhe pa miratimin ndërkombëtar? Sigurisht që mund të ndodhë, duke njohur tashmë ecurinë e ngjarjeve dhe të Trumpit, por dhe të ministrisë së vet, që ai pa hipokrizi e ka ndryshuar emrin në një emër të mirëfillt të Ministria e Luftës, pra mund të jetë edhe të dhëna të ndryshme, mund të jenë dhe domethënë manovra, le të themi, për të tërhequr vëmendjen, por për shembull dje disa avionë luftarak lanë domethënë bazën e madhe amerikane në Havaj dhe u drejtuan në drejtim të perëndimit, pra në drejtim të Gjirit Persik. Gjithashtu një aeroplan mbajtëse nga deti i jugut të Kinës, domethënë është drejtuar domethënë gjithashtu në drejtim të Gjirit Persik, por kjo do një farë kohë më tepër për të arritur atje. Se sa do të jetë teknikisht gati, Shtetet Bashkuara të Amerikës flitet që nuk mund ta godasin, por jo nuk është e thënë brenda 24 orëve. Pavarësisht nga deklaratat e Reuterit. E qartë. Në fakt, një konflikt i gjerë do të trondiste sigurisht edhe tregjet e energjisë, por edhe stabilitetin global. Apo hyn bota, zoti Pumo, në një epokë tashmë ku krizat zgjidhen më shpejt me raketa sesa me diplomacinë që duhet ndodhte? Po fatkeqësisht, domethënë në botë, siç e tham, e drejta ndërkombëtare është përdosur nga të gjitha anët, domethënë OKB-ja nuk vërtet, siç e kanë thënë dhe zyrtarët e lartë amerikanë, nuk zgjidh asgjë, nuk vepron, po të njëjtën mendim kanë dhe rusët nga natyre, domethënë secili nga interesi vet gjykon kështu, dhe po të kujtojmë historinë, tashti OKB-ja ka një sjellje shumë të ngjashme me Ligën e Kombeve që ka qenë para luftës së dytë botërore, kur filluan domethënë veprimet e njëanshme të Italisë, të Gjermanisë, domethënë edhe askush nuk i trazonte, domethënë nuk mirte masa kundër tyre. Dhe tashti domethënë jo se nuk marrin masa, por nuk kanë mundësi të marrin masa, as ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, as ndaj Izraelit, as ndaj Rusisë, as ndaj çdo kusht tjetër. Prandaj secili bën me, le të themi, të paktën deklaron me kokën e vet. Interesante është sepse përveç këtyre, pastaj radhën e ka, le të themi, mund të duket paradoksale dhe anekdotike, por do thoya që Grenlanda nuk është aq, domethënë, një situatë shumë aq komike sa duket në fillim. Është vërtet një situatë tragjikomike, do thoya, për Europën në radhë të parë, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës me do e mos duan ta marrin Grenlandën dhe në histori ka pasur dhe kuriozitete domethënë të ndryshme, sidomos lidhur me Danimarkën, që i ka shitur tashmë një herë një ishuj të Virgin Islands që janë domethënë në Karaibe, ato kanë qenë pronë e Danimarkës që nuk i menaxhonte dot dhe diku nga viti 1917 ata ja shitën Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe mbas kësaj de jure Shtetet Bashkuara të Amerikës deklaruan që ata donin, domethënë e njohin domethënë protektoratin e Danimarkës ndaj Groenlandës, por nga ana tjetër pastaj filluan që nga Trumani, Trump nuk ka bërë asnjë gjë të re, ai vetëm ka nënvizuar aspiratat dhe interesat amerikane globale, dhe për më tepër domethënë edhe kjo politika domethënë edhe doktrina Monroe, por i kthehet me shumë forcë dhe në mënyrë bindëse presidenti Trump ndjek interesat e vendit vet.
E qartë. Mirë, do të punë për të kaluar tek Ukraina dhe Rusia. Kanë kaluar tashmë dim mbi 1418 ditë që nga fillimi i luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, dhe ky konflikt po ja kalon sipas të dhënave për nga kozjatja dhe atij mes Bashkimit Sovjetik dhe Rajut të tretë gjatë luftës së dytë botërore. Pyetja është, a jemi tashmë përballë dështimit më të gjatë strategjik të Moskës që nga lufta e dytë botërore? De facto, do me thënë, nuk mund të quhet të paktën